Prizreni i historisë, i kulturës dhe i besës, gjithmonë gatitur të rreshtohet në anën e duhur të historisë. Sot qyteti ynë po bashkohet rreth një vizioni të qartë, rreth njerëzve të ndershëm, profesionistëve të dëshmuar dhe rinisë energjike që do ta çojë Kosovën përpara. Me një lider të provuar si Betri Hamza, si kryeministër i ardhshëm, Kosova fiton stabilitet, zhvillim ekonomik dhe dinjitet. E për ta bërë këtë vizion realitet, Prizreni garon me skuadrën e tij më të mirë, një gërshëtim i përvojës, intelektit dhe energjisë së re. Me këtë rast prezantoi kandidatët Faruk Bojaxhi, 30, Jona Hoxhaj, 33, Indra Luzha Pula, 39, Nait Hasani, 42, Adelina Beqiri Minci, 43, Shkelzen Kasrati, 44, Lumnie Rakaj, 51, Betim Ramadani, 52, Lajde Kajtazi, 71 dhe Gjafer Hoxhaj, 72. A i në mes të tjera shpohon se këta kandidat janë profesionistë të fushave dhe tregojnë për kushtim se cilin në profesionin e tyre dhe kemi besim të plot. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.